Secili prej jush ka mësuar se ka një rol të madh për të luajtur nga shtatori deri në qershor, deri në zgjedhjet e vitit 2013. Një rol shumë të rëndësishëm si një urë perfekte lidhse midis qytetarëve dhe lëvizjes socialiste për integrim, si një urë perfekte lidhse midis halleve dhe problemeve të gjithë qytetarëve dhe përfaqësuesve tanë në qeveri, në mënyrë të tillë që të gjithë së bashku, me energjinë, pasionin që karakterizon të rinjt, t'i kthejmë politikën dhe ta orientojmë atë drejt misionit saj të vërtet. Dhe misioni vërtet i politikës nuk është prodhoj shere, nuk është prodhoj sharje, nuk është të prodhoj konflikte pafund. Misioni vërtet i politikës është të prodhoj përfaqësim, të lidh qytetarin dhe hallet e tij me përfaqësuesit në qeverisje. Dhe unë jam i bindur që jo vetëm në qarkun e Fierit, ku jeni mbi 600 motor lëvizës që përfaqësoni mirat e tjerë, por në gjithë Shqipërinë, të rinjtë e lëvizjes socialiste për integrim do të jenë ura perfekte midis problemeve të qytetarëve dhe përfaqësuesve në shtet.